Mirë se erdhët zonja dhe zotërinj në këta hapësirë MCN Ekonomi. Ditën e sotme do t'jeni me mua Sebastian Zonjën, do të flasim për ndërtimin dhe pikërisht sa i përket gradaçelave, qelgërvishteve, siç i quajmë ndryshe në kryeqytet, 10 trakate të ndërtuara, që janë ndërtuar apo që pritet të ndërtohen dhe kanë marrë leje ndërtimi. Por si po integrohen në tregun imobiliar pikërisht këto kulla të larta. Do flasim mbi këtë temë. Kam në studio zotin Ervin Demirxhiu, është ekspert dhe njohës i tregut të pasurive të paluajshme, është kënaqësi që ju kam sërish studio. Është në lidhje me ne zonja Dëshira Mena, inxhiniere. Zonja Mena, ju përshëndes. Përshëndetje. Dhe nga Narea kemi zotin Reinaldo Pipiria. Pipiria, kënaqësi. Do doja ta nisja me zonjën të parën, faktikisht me zonjën Dëshira Mena, me inxhinieren. Si e sheh, kemi rreth 108 struktura të larta që janë ndërtuar apo janë në ndërtim e sipër, po flasim vetëm për Tiranën. A keni informacion se si janë duke u integruar në treg këto struktura? Atëherë, strukturat tashmë janë një realitet që ne po jetojmë për ditë me to, edhe i diskutojmë në mënyrë të vazhdueshme, kështu që është një fakt. Integrimi nuk ka të bëjë vetëm me tregun, për cilin ndoshta agentët imobiliar do të bëjnë ndoshta një analizë më të detajuar, por ka të bëjë më tepër me anën teknike të gjës, që do të thotë. E para, po bëjmë ndërtime standarde sipas kërkesave që kërkon një ndërtim i këtyre niveleve. E dyta, apo integrohen këto objekte në rrjetin ton urban në mënyrë të tillë që të bëhen pjesë përbërëse e jetës sonë, pra është bërë një llogaritje apo një analizë se sa të nevojshme janë ato, sa është numri i popullsisë që do të strehojnë, sa i përshtatshëm është për ambientin ton urban. Dhe do të ndalim të kjo e fundit, sepse kjo është një pikë vërtet shumë kritike që hap si thua një temë diskutimi dhe e bën problemin si thua më të dukshëm. E gjithë kjo infrastrukturë që kërkon një grumbullim të madh njerëzish në një vend të caktuar, sepse ndërtimet e larta këtë kanë. Pra në një sipërfaqe të vogël toke ne kemi një intensitet të madh banimi. Por nuk është vetëm intensitet banimi, pra nuk janë vetëm njerëzit që jetojnë aty në këtë godina. Ka një intensitet përsa i përket parkimit, pra do strehosh një numër të madh makinash, ka intensitet përsa i përket shërbimeve përreth, sepse gjithë këta njerëz do kenë nevojë për të pasur edhe shërbimet e nevojshme përreth, siç janë dyqanet, siç janë njësitë e tjera të shërbimit. Dhe ajo që është më kryesorja është infrastruktura rrugore mbështetëse për këtë objekt. Pra, ndërtimi i kullave të mëdha në vendin ton, duke qenë që ne nuk kemi një përgatitje paraprake të një master plani të mirë menduar para ndërtimit të këtyre kullave, që ti mirëpres këto kulla, pra ne nuk kemi pas një master plan, një studim urbanistik paraprak, i cili i kish parashikuar ndërtimin e këtyre kullave në këto pika ku do të ndërtohen dhe infrastruktura ishte bërë gati për to. Jo, ne po bëjmë ndërtimin, ndërkohë që infrastruktura rrugore, infrastruktura inxhinierike nuk ka qenë parashikuar për të përballuar këtë lloj ngarkese. Dhe kur flas për infrastrukturën inxhinierike, flas për infrastrukturën e furnizimit me energji elektrike, infrastrukturën e furnizimit me ujë, e shkarkimit, infrastrukturën rrugore për të përballuar gjithë këtë fluks makinash që do të parkohen, që do të hyjnë në këtë objekt, që do dalin nga ky objekt, që do të zbrazen pastaj në rrugët e Tiranës për të u shpërndarë në vendet e ndryshme. Pra, e gjithë kjo infrastrukturë nuk është në proporcion dhe nuk është në përputhje me standardin që kërkon ndërtimi i një kulle vend e pa vend. Sepse do ta quaja vend e pa vend, duke pas parasysh që ato nuk janë pjesë integrale një studimi urbanistik paraprak. Kjo është sfida. E qartë, zonja Mena, ka pa di në spak për këtë që ju thoni, që është intensiteti i ndërtimit në zonat të caktuara dhe qytetarë të ndryshëm kanë paditur në spak institucionet ndërcilët dhe bashkinë. Ka vepër penale këtu brenda në qoftë se nuk parashikohet intensiteti i ndërtimit në një zonë të përcaktuar apo e zë një kull përballë dhe nuk lejon të tjerët që të ndërtojnë? Atëherë, që të dalësh të vepra penale, do duhet të bësh një skanim, si thua, të detajuar të lejes së ndërtimit që i është dhënë.
pra dokumentacionit shoqërues për dhënien e asaj leje ndërtimi. Dhe pasi të bësh këtë lloj analize dhe leja e ndërtimit përmban brenda të gjithë informacionin e nevojshëm, jo vetëm për sa i përket këtij aspekti, pra që është dëntësia e madhe dhe integrimi në zonën urbane të atij objekti, po ka të bëjë me të gjithë projektet arkitektonike, inxhinierike, strukturore të atij objekti. Dhe në momentin që dokumentacioni shoqërues dosje atij objekti i përgatitur, po themi, nga arkitektët, nga inxhinierët, nga urbanistët, e justifikojnë këtë gjë, atëherë mund mos rezultojë një vepër penale aty brenda. Por, megjithatë, dhe kjo duhet para pas rasti, pra, projekt pas projekti. Nuk janë të gjithë projektet njësoj. Do ta diskutojmë se është një temë interesante dhe do ta lëmë edhe për një herë tjetër faktikisht si temë, por Pipiria, për çfarë po përdoren më shumë TikTok kulla? Ke informacion? Të paktën nga evidentimi, po themi, i leve që janë dhënë, shumica e ndërtesave të larta në Shqipëri aktualisht Tiranë janë përdorimi mix. Po themi zyra, hotele, ambiente tregtare, ambiente për kazino, edhe më pas apartamente. Ajo që vjet re të paktën nga informacionet që kam në zonën që në Tiranë, duket që ka një tendencë që një pjesë e mirë e ndërtesave të larta të kenë hapësira të dedikuara për kazino. Çka do thotë një pjesë e qendrës Tiranës, me sa po duket, do duhet të jetë me densitet të lartë për këtë lloj biznesi, çka personalisht besoj që nuk është më e mira e mundshme për qytetin tonë. Por është e sigurt që ato ndërtesa nuk janë vetëm një destinacion, në shumicën e kohës janë multifunksionale. Pra nuk shkojnë vetëm për apartamente, por shkojnë për disa tipologji produkte, siç e përmendëm më lart. Dhe sa shkon metri katror në këto lloj biznesesh, për një apartament apo për një dyqan? Për shembull, po e marrim në zonat të mira, zona e bllokut apo zona afër qendrës? Tani, apartamentet në këto zona të mira variojnë mbi 4.000 euro metri katror. Apartamente. Nëse flasim për njësit ose kanë vlera infinit, varet pozicionin që ka pastaj. Nëse është pozicion shumë i mirë, është cepi rrugës, sigurisht që arrim vlera maramëndse domun. Po një dyqan në kat parë për shembull. Dyqan ka di zero. Dyqan ka di zero, mund shkoj 10-15.000 euro metri katror apo dhe më shumë. Varet pozicionin gjithmonë. Nga ajo që shihni ju në terren, ka blerje? Patjetër që ka blerje. Ka blerje. Pjesa e kullave janë pjesa më e madhe të transaksionit bëhet nga vetë ndërtuesi. Nuk është se kanalizohen nga ndërmjetësimi agjensive, sepse janë të dukshme, nuk kanë nevojë fare as për ndërmjetësim as për gjë. Dhe bëhen vetë nga ato, normalisht. Po, bizneset, për shembull, cilat lloje biznesesh blejnë me 10-15.000 euro metri katror? Janë lokalet. Lokalet. Patjetër lokalet, sepse ato kanë një marzh më të madh fitimi. Pastaj po kalojmë tek zyrat, pastaj zyrat janë pak më lartë se sa apartamentet në vlerë, pastaj për shqitje për të fjala. Pastaj kemi edhe qerat që jepen nga 40 euro metri katror, 30-40 edhe më shumë, varet pastaj sipërfaqja pozicioni. Cila është zona më e shtrenjtë aktualisht? Tani zona më e shtrenjtë sigurisht është qendra. Qendra, aty çmimet domun fillojnë tek 4.000 euro e lartë për apartamente flasim. Pastaj pozicioni varet pozicioni, mund të shkojë edhe shumë më shumë se 4.000 euro. A është ky çmim në sajt të kërkesë ofertës? Po patjetër që po. Nëse do kishim një kërkesë, sigurisht që do shiteshin dot dhe do mbeteshin pa shitur. Fakti që ka kërkesë dhe çmimet janë të tilla. Në momentin që ne do kishim kërkesë, sigurisht që do kishim të tjera këtë çmime. Sipas mendimit dhe asaj që ju shihni, kemi nevojë kaq të madhe për zyra, siç e tha dhe Pipiria, kemi kulla të shumta, mikse me shërbime? Po ne sot, për shembull, po shikojmë ne një pallat që është totalisht i ndërtuar për banim, gjejmë zyra. Po. Gjejmë zyra. Pra, ka kërkesë për zyra. Do vi një moment mendoj që edhe do spostohen, sepse normalisht bësh zyrë një apartament, një objekt rezidencë banimi, nuk është as shumë komode për të tjera që e përdorin dhe për banim normalisht, sepse ka zhurma, ka shumë ngarkesë, ka shumë lëvizje dhe krijon konflikte, krijon problematika. Ndoshta me ndërtimin e këtyre kullave, mendoj që do profilizohen shumë më shumë tek zyrat. Pra, zyrat që janë në objekte që nuk janë të ndërtuara për
për një funksion të tillë, besoj do spostohen në vazhdim. E qartë. Pipiria, për të ndalur pak tek ajo që ju e thatë pak më herët tek çështja e zyrave, a kemi me të vërtet kaq shumë nevojë për zyra nga ajo që ju shihni si ndërmjetës i pasurive të paluajtshme? E para mendoj që Ervini është më shumë në treg se sa pjesa e NRS, sepse ne nuk kemi të përfshirë drejt për drejt në ndërmjetësime dhe në supermarkete. Monitorojmë gjithë tregun dhe rregullojmë. Atë që unë kuptoj patjetër që ne kemi nevojë për zyra, nisur edhe nga eksperienca dhe ekspertiza ime, kryesisht produktin e zyrave kam fushën time që kam pasur më tepër eksperiencë në shkuarën. Unë nuk besoj që sot ka zyra të standardeve të larta të sigurisë në Shqipëri, përveç 1-2-3 rasteve me gishtet e duarve. Shumica e bizneseve, qoftin këto të mesme, vogla, apo edhe vetë bankave në një pjesë mirë, e shikojmë që janë ndërtesa të cilat janë nisur për ndërtesa rezidenciale, me atë nivel sigurie, po themi të shkallëve, po mbrojtje ndaj zjarrit, po themi sigurie ndaj tërmetit, me atë kapacitet ashensorës, ndoshta dhe pa qenë të menduara shumë mirë për daljet e emergjencës. Kështu që prandaj mendoj që në 2000, unë do thosha po themi 2-3 vite përpara, por jemi akoma në kohën 2026 që të mendojmë për produktin e zyrave me standarde të larta. Nëse është ndërtuar një ndërtesë e cila ka 1+1, ku është po themi 70 metra katror, ku është menduar që aty do të qarkullohen dhe do të jetojnë atë ambient, dhe do të qarkullohen nëpër shkallë një familje me 2-3 persona, kur ky 70 metra katror përkthehet në ambient zyrësh, ti mund të akomodosh deri në 7 veta, apo 10 veta vende pune. Pra ka range po themi të ndryshme. Pra një vend pune për call center e ka mesatarisht 1.5 deri 2 metra katror për çdo post pune. Ndërkohë që zyra me hapësira më të mëdha, po themi më tepër komode, e ka 7-8 metra katror për një post pune deri 10 metra katror për një post pune. Dhe ti kur ndërton një ndërtesë që ka 1+1, ti e ke përllogaritur që ti do ketë 3 veta për çdo njësi, ndërkohë që ditën tjetër që ti e certifikon, futet 7 apo 10 veta që punojnë në atë njësi. Po si kur bie një tërmet, po si kur bie zjarri, ku do dalin. Se ti ke bërë shkallët për 3 veta për njësi, si ke bërë për shkallët për 10 veta për njësi. Prandaj mendoj që ka nevojë për zyra, por ka nevojë për zyra të standardeve të larta. Lart qoftë, e kam thënë disa herë në disa dalje në media, sikur të bie një zjarr në këto ambiente ku ne jemi për zyra, dëmet janë shumë të mëdha dhe humbit e jetës do të jenë të mëdha, sepse nuk janë planifikuar për të qenë ambiente zyra. Kjo për sigurinë e jetës. E dyta, ne jemi të ndërgjegjshëm pa përballueshmërinë dhe kostet e larta të srijimit që kemi sot në Shqipëri. Qoftë kjo për qerata faxhata, qoftë edhe për shitjen. Pse? Sepse një pjesë e ambienteve që janë të destinuara për banim janë transformuar në zyra. Jepen me qera në zyra, që ka patjetër që ka një përfitueshmëri shumë të lartë, jepen dhe shiten në të njëjtën kohë për ambientin për zyra, që ka një çmim më të lartë. Pra normalisht ambienti për zyra diku tek 1.5 deri në 1.7 herë, po themi 1.5 herë çmimi i ambientit për banim. Nëse këto ambiente të cilat janë krijuar për banim, vërtet do shkojnë për banim, do të kishim më tepër alternativë në treg, ndoshta do të kishim edhe më pak presion mbi çmimin e banesave në Shqipëri. Do të kishim mundësi të strehonin më tepër familje, qoftë këto familje të reja, qoftë familje të shtresës së mesme. Kështu që prandaj them që duhet të merremi me problemin e këtyre ambienteve të cilat janë destinuar për banesa, por fatkeqësisht okupohen nga zyra, sepse nuk ka një alternativë tjetër. Patjetër që duhet të mbështesin biznesin, por në të njëjtën kohë duhet gjendë produktin e dur për biznesin. E qartë. Zonja Mena, problemi inxhinierik që shumë inxhinier që kanë pasur në studio thonë është mirëmbajtja e kullave. Pra, mund t'i ndërtosh, mund të shkosh 20 apo 40 apo 50 kate. Problemi kryesor është mirëmbajtja. A është me të vërtet kaq problem çështja e mirëmbajtjes së kullave? Në fakt, mirëmbajtja është problem në të gjithë investimet që bëhen në Shqipëri, jo vetëm te kullat.
po flasim për kullat sot, po ne kemi investime që bëhen me fonde publike në institucione, në spitale, në shkolla, në objekte nga më të rëndësishmet dhe mirëmbajtja çalon. Nuk mjafton të bësh investimin. Investimi është hallka e parë, por mirëmbajtja është ajo që e mban investimin në jetë, sepse ai investim shumë mirë mund të denigrojë brenda një kohe jashtëzakonisht të shkurtër nëse mirëmbajtja nuk bëhet ashtu siç e kërkon standardi që për cilin ai është ndërtuar. Dhe mirëmbajtja tek ne është në fakt një pikë që ka të bëj shumë edhe me menaxhimin për sa i përket administrimit të hapësirave të përbashkëta dhe administrimit që ju bëhet këtyre objekteve. Dhe ligji për administrimin e objekteve dhe të pallateve është ai që mund t'i sistemojë dhe mund t'i vëri, si thuash, në vijë këto gjëra. Kosto e mirëmbajtjes është një kosto që normalisht e paguajnë të gjithë banorët. Pra është kostoja e shërbimeve të përbashkëta që të gjithë duhet të nxjerrin një. E para, kostoja duhet jetë përcaktuar paraprakisht me një vlerë të caktuar. Ne kemi një rast të ngjashëm në një apartament në Golem. Dhe po e ilustroj për publikun dhe për gjithë për të kuptuar se si vepron, si mekanizmi i mirëmbajtjes si arrin të mbahet në kontroll apo të degenerojë. Kur ti vë një çmim për mirëmbajtjen, i cili është jashtë logjikës së shërbimit për cilin ofron mirëmbajtja, fillojnë të dalin problemet. Në një kompleks që kemi ne në Golem, ai ka kërkuar administratori, për momentin nuk është administratori, në fakt është ndërtuesi, sepse në momentin që është ndërtuar objekti, ndërtuesi ka të drejtën të bëjë mirëmbajtje në objektit për një periudhë 6 mujore. Dhe pastaj, për të krijuar asamblen e këtij komuniteti, do duhet që të bëhet një organizim, pra të vendosen njoftime, të mblidhen gjithë banorët, të zgjedhin një kryesi, një asamble, të zgjedhin një kryetar, ai pastaj do duhet që të regjistrojë këtë asamble, pra këtë njësi në bashki, pra tjetër teorikisht dhe praktikisht duhet të jetë i njohur nga bashkia, duhet të hapi një biznes. Pra, kjo duhet konsiderohet sepse xhirohen të ardhurat. Dhe në momentin që xhirohen të ardhurat, do të bëjë regjistrimin, do të hapi biznesin për katës dhe duhet të bëjë edhe një bilans transparent të përdorimit të këtyre të ardhurave. Kur ti vendos një kuotë për banor, për zyra, apo për njësi, apo për parkim, sepse për çdo shërbim që ofrohet ti do vendosësh një kuotë, me idenë që ti do t'i shërbesh, ajo kuota duhet jetë arsyeshme dhe e përballueshme nga klientët, në mënyrë që mos dalin pastaj problemet që dalin aktualisht, që asnjëri nuk e paguan atë tarifën e shërbimit të pallatit. Pse nuk e paguan? Sepse shpesh herë ajo tarifa është e paarsyeshme. Nuk është transparente. Pra, vendoset një vlerë që administratori apo ky grupi e quan të arsyeshme, por nuk është transparent. Nuk dihet asnjëherë se për çfarë përdoret. Dhe është gjithkohon ai dyshimi që po na vidhen lekët edhe ne nuk po paguajmë për atë shërbim që marrim. Pra, ne tani kemi hyrë si shoqëri te kjo ideja e të jetuarit në komunitet e cila kërkon investim të përbashkët. Sepse deri dje i zgjidhnim në mënyrë individuale, gjithë secili paguante për shtëpinë e vet dhe asnjëri nuk kujdese për pjesën e shërbimeve të përbashkëta. Tani ky është një koncept i cili me kullat është aq më shumë i dukshëm, sepse ti jeton në një sipërfaqe të vogël, një numër shumë i madh banorësh, që do të thotë jeta në komunitet është pjesë e rëndësishme të paguarit të shërbimeve të mirëmbajtjes dhe të pasurit, si thua, një ekip mirëmbajtje që ti shërbej këtij objekti, është e detyrueshme. Sepse nuk mund në një objekt 25 kate, 30 kate, 40 kate që po ndërtohet, të mos punojë ashensori në pikun e ngarkesës të mëngjesit, kur njerëzit do të shkojnë në punë apo do të shpërndahen për detyrimet e tyre, e kuptoni vetë se çfarë pasojesh do të sillte kjo në jetën e njerëzve, apo në pikun e ngarkesës kur njerëzit kthehen nga puna. Pra, të ngjisësh 40 kate se të punon ashensori në këmbë, kur ti ke njerëz të kategorive të ndryshme, pra ke njerëz të cilët janë të moshave të ndryshme, probleme shëndetësore të ndryshme, nevojave të ndryshme. Pra, mirëmbajtja është kyçi. A jemi të përgatitur ne me një plan për mirëmbajtjen të rregulluar mirë me ligj dhe të detajuar, siç bëjmë këto projektet për ndërtimin e objekteve, do duhet që paralelisht të zhvillohen
të gjithë nevojat e tjera që ky komunitet do të ketë për të jetuar në ato objekte. Pra, infrastruktura rrugore që unë preka pak më parë, që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, infrastruktura e transportit publik duhet të eci në linjë me zhvillimin urban të qytetit. Sepse në qoftë se ti ndërton një godin me 40 kate, me një numër të caktuar apartamentesh dhe njerëzish, kush është stacioni autobusit që do t'i presi këta? Kush është stacioni trenit? E qartë, do vim sërish, zonja Mena. Demirxhiu, do të ndaleshim pak në një pik faktikisht. Kemi një vendim të Ramës, Edi Ramës, kur ka qenë kryebashkiak, që katet e para të ndërtesave, të gjitha pallateve që ndërtoheshin, do të ishin të gjitha njësi shërbimi. Pra nuk kishte më banesa në katin 0. Sot, tregu në gjykimin tuaj si e shihni ju, ka nevoj për kaq shumë dyqane, për kaq shumë njësi shërbimi në katet e para të gjitha pallateve në Tiranë? Normalisht jo. Normalisht jo, sepse një njësi që të jetë funksionale, që të shërbej, duhet të ketë pozicionim të mirë në rrugë. Duhet të ketë aksesim të mirë në rrugë. Ne kemi parë dyqane që nuk është hapur kur që peni. Në Tiranë e gjejmë dyqane që s'është hapur kur që peni, sepse janë nga pjesa e pasme në pallatit që nuk shërbejnë për asgjë. Thjesht janë lënë objekte të braktisura, mundësisht është hapur dhe është thyrë në xhan në dhe janë bërë dhe për faqe zezi, mund të thotë. Pra, nuk ka nevojë. Ne po shikojmë, sot kemi një trend të ri që katet 0 apo njësit po kthehen në apartamente. Po kthehen në apartamente. Ato që kanë një lartësi të konsiderueshme, mund të bëhen dhe duplekse të vogla, po kthehen në apartamente sepse nuk shërben. Si dyqan, si njësia nuk shërben, nuk sjell asnjë të ardhur mbrapsht. Si apartament patjetër që sjell të ardhur, sepse jepet me qira dhe shfrytëzohet. Në kuptoj. Pra, mund të themi që ky vendimi i kryebashkiakut Rama aso kohë ka rënë. Patjetër që po. Patjetër që po. Nuk ka logjik të jetë çdo pallat. Ne kemi pallate që janë brenda lagjeve që edhe brenda lagjeve kur ishe në katin 0 jepet me qira, shitet sipërfaqe. Tani një që kanë bërë në katin 0, sepse ka qenë një periudhë bërë në katin 0 dhe të parë, pra i bie 2 kate që ishin njësi dhe totalisht jashtë loja. Kjo është një handicap, një problem tjetër që. A ka kërkesë për shembull shohim që vijnë për mbjellje flokësh, për turizëm dentar, për klinika, ka kërkesë në treg? Ka kërkesë. Ka, ato faktikisht preferojnë një tipologji tjetër, preferojnë vila. Vila? Preferojnë vila, sepse tek vilat ato kanë dhe parkimin. Duke qenë se një vilë ka dhe një pjesë trulli, ka dhe një pjesë parkimi, preferojnë sepse ka një parkim të sigurt. Pra, tipologjinë e vilave pëlqejnë shumë, sepse ka dhe ato privatësinë e tyre tek vilat. Sigurisht pëlqejnë dhe objekte biznesi, po të dizenjuara si biznes. Nëse flasim të dizenjuara si biznes, por ato sigurisht që kanë vlerë relativisht të larta dhe nga njëherë dhe nuk i përballojnë dot me kostot. Pse është bërë kaq e vështirë për parkingjet? Për shembull, po të duash të parkosh në zona të mira. Tirana është bërë vështirë për parkime, sepse parkimet në pallatet e ndërtuara ndër vite nuk janë planifikuar apo nuk janë as për banorët që janë aty. Lene më për të tjera apo për biznese, kur flasim për biznese, nëse flasim për kemi kthyer një apartament në biznes, minimalisht mund të jenë 5 apo 6 punonjës. 5-6 punonjës, secili nga ato ka një automjet të tij. Ku do parkoj? Pra, do dalim për problematika e parkimit është një hall më vetë në Tiranë, kudo qoftë. Sa kushton një vend parkimi sot mesatarisht në zonat ndryshme të Tiranës? Minimalisht 20-30, gjem dhe 80.000 euro parkim. Ka 80.000 euro parkim? Po, në zonat e bllokut apo në zona që realisht nuk gjen dhe do është me fat ai që gjen dhe 80 e paguan. Sepse në fund fare nuk i shërben fare ai apartament pa parkim. Se bie të parkojnë në qendër të Tiranës dhe të shkojnë në Muslim Shtyr apo rruga Kavajës, shkojnë në apartamentin e tij. Pra nuk ka vlerë. Dhe gjithçka thua ti vjen prej planifikimit. Pra pallati ishte për hyrje. Planifikimi do këtu inxhinierët dhe arkitektët, urbanistët ta nuk i ka pyet puna, me thënë drejtën, sepse ne çdo gjë e bëjmë me arkitektët të huaj, se ato janë më mendje ndritur se këto tanët. Dhe ti shikon rrugë, jemi në po të njëjtët rrugë, nuk po të marrim pjesën e liçenit thatë për shkak. Jemi në po të njëjtët rrugë, e kam përmendur edhe herë tjetër, që para 15 apo 10 vite aty kollosin lopët, ishte është e njëjta rrugë.
edhe sot që është bërë ndërtime pa fund në njëta rrugë. Pra, ne sot kemi një dënësi të jashtëzakonshme dhe rrugët janë të njëjta. Dhe për fatin ton të keq, këto pallati kanë çuar deri në cep të rrugës. Edhe trotuari nuk zgjerohet dot, jo më rruga. Dhe ky është problemi më i madh. Rrugët janë po ato, inxhinieri me drejt përmendi ujin, dritë, ato rregullohen gjitha, por rrugën ku ta çojmë? Ku ta zgjerojmë rrugën? Rrugën nuk kemi ku e zgjerojmë. Dhe ky është halli më i madh. Ai e ka bërë pallat mund të cep të rrugës, ku s'ka shanse të zgjerohet. Po shikosh hyrjen e Tiranës, te Shqiponia. Po. E ke parë pallatin? Ai bllokon gjithë rrugën. Ti nuk ke shans të zgjerosh më aty. Aty bëhet gjithmonë bëhet trafik. Ka përqen gjithmonë hinka. Katastrofë. Dhe nuk e çaj bën. Për fajt të drejtuesve tanë ndër vite. Secili krah, gjithë janë asnjë s'është. Pra po thua, ajo hinka tek sheshi Shqiponia, që në krye të disa viteve mundoi zgjerim, se po flasim për 100.000 banor zona Astirit dhe kombinatit. Ku do të zgjerosh? Jam dakord ai do zgjerim që tani, jo më vonë. Por do e dëmsh problem rrezik kur vi. Ata hedhin poshtë, patjetër. Ja kemi marrë dorën. Ndërtojmë shemin, dëmsh problem, pa legët janë tanat. Patjetër që po. E kuptoj. Pipiria, ka një pjesë e ekonomistëve argumentojnë se tregu është ngopur. Ka një pjesë tjetër cilët thonë që nuk është ngopur tregu. Kemi në një krah kemi kërkesën, në një krah kemi ofertën. Si e sheh sot tregun? Është i ngopur apo akoma do doj shumë kohë që të ngopet tregu në Shqipëri? Kemi një ndërprerje në këto momente, jemi në lidhje të drejt për drejt. Do vim sërish me zotin Pipiria, ndalemi në një hapësirë reklamash të nderuar teleshikues dhe do të lidhemi. Rikthehemi të nderuar teleshikues, vim në këtë pjesë të dytë, po flasim sa i përket kullave të larta në krye qytet. Për çfarë po përdoren më së shumti, sa prej tyre kanë përfunduar dhe disa janë akoma duke nisur. Zoti Pipiria, siç ju pyeta në pjesën e parë, ka një pjesë ekonomistësh që thonë se tregu është ngopur. Një pjesë tjetër argumentojnë, jo, nuk është ngopur, ka ende kërkesë sa i përket rezidencave, apartamenteve dhe zyrave, siç edhe ju e thatë. Ju si e shihni, si argumentoni? Mendoj që segmentet e ndryshme të tregut në Shqipëri janë në stade të ndryshme. Të paktën kur e studion sipas standardeve ndërkombëtare, mund të kemi tre statuse të tregut. Një është tregu i vlerësit, e dyta është balancuar dhe e treta është tregu i shitësit. Pra tregu i shitësit po flasim kur prona shitet mesatarisht brenda 3-4 muajve, pasi është nxjerrë, pasi është listuar. Ndërkohë që i balancuar është kur prona është afërsisht 6-7 muaj dhe pastaj po që mbi 9 muaj, atëherë do thotë që kemi kaluar nga tregu i vlerësit. Në Shqipëri historikisht, paktën në vitet e fundit, sidomos pas pandemisë, por edhe për shkak të moratoriumit të famshëm 2007-2015 që ka qenë ngërsh sektori i ndërtimit, kemi qenë të paktën vitet e fundit duke operuar në tregun e shisit. Pra, çmimet i vendosjes shitsi, kishte kërkesë të lartë, pra konsumohej stoku shumë më shpejt. Mendoj që në qytete të caktuara, apo themi, marrim rastin konkret, Tirana, jemi në balancim. E shikojmë edhe nga ritmet e rritjes së çmimit në Tiranë, nuk po flas për projektet e reja të cilat fillojnë sot edhe mbarojnë për 7 vite dhe ndërtuesi, po themi zhvilluesi kur e nxjerr produktin sot, merr parasysh sa do të kushtojë produkti, si do të jetë vlera e produktit pas 7 vitesh. Po flasim për projekte të përfunduara për produkte ekzistuese. Edhe ritmet e rritjes së çmimit në Tiranë kanë qenë 4-5%. Tashmë ka konfirmuar dhe Banka e Shqipërisë të paktën në vërtimet e fundit. Kështu që në Tiranë jemi në treg të balancuar. Nuk po them që ka arritur pikun e vet, ngopjen, po jemi në treg të balancuar. Pra pronat kërkojnë 6 muaj për të shitur. A ka rritje të moderuar të çmimit apo kemi një lloj stagnacioni? Si e sheh? Ne kemi 2-3 vite që themi ka një rritje të moderuar. Pra, kur themi të moderuar, qëndrojmë 4-5% reflektimi inflacioni pak më tepër, kryesisht për Tiranën. Ndërkohë që për Bregdetin në shkretër histori, mendoj që jemi në tregun e shqipsit, prona qarkullojnë më shpejt, ka produkt të ri që e dikton këtë gjë dhe ka dhe kërkesë. Praktikisht që e dikton këtë gjë. Dhe kur themi kërkesë, ka kërkesë të mirë, po them të konsiderueshme nga të huaj,
edhe nuk është më vetëm një treg i Evropës lindore, por ka kërkesë edhe nga Evropa veriore, pra po themi Finland, Suedi, Norvegji, të cilët janë duke parë për pjesën e Shqipërisë. E vërteta të paktën në ato pak kontakte që kam pasur, nuk është që vetëm Shqipëria në lupë, është dhe Malizi, pra po të shikojmë kur vinë investitorë dhe blerësit të organizuar, nuk po flasim për blerës individ, por blerës të organizuar për projektet Shqipëria, por për produktin në bregdetin e Shqipërisë, janë duke i parë Ballkanin Perëndimor dhe janë duke parë të dyja, Shqipëri-Malizi dhe krahasojnë. Cila është pika e fortë Shqipërisë, cila është pika e fortë Malizit, cilat janë probleme e Shqipërisë, cilat janë probleme Malizit. Për praktikisht këto dy vende duke avancuar shpejt deri Bashkimit Evropian, janë të dyja në tavolinë dhe janë të dyja konkurrente. Për të gjithë tipologjinë po themi të investitorëve, nuk po flasim vetëm për Evropën lindore, e përmendëm përsëri dhe madje edhe për te oqeanin, po themi nga Amerika ne kemi parë këtë gjë. Pra fonde të cilat kanë qenë duke investuar në sektorin financiar në Shqipëri, apo në sektorin financiar në Ballkan, tashmë tonë ne duam të diversifikojmë portofolin tonë, sepse nuk duam mbajmë vetëm riskun nga sektori financiar, por duam të shikojmë çfarë ndodh në real estate, çfarë ndodh në turizëm. Po, a i pëlqen më shumë real estate në Tiranë apo në Bregdet? Kryesisht tuajt kur vinë për Bregdetin. Sepse nga ana tjetër duhet kuptojmë që kur të tuajt investojnë, kanë edhe një gamë të klientelës tyre, të cilët do t'i ofrojnë këtë produkt. Produkti i Tiranës është shumë selektiv. Pra produkti i Tiranës është o për trupin diplomatik, o për po themi ata që janë në pension, të cilët duan të kalojnë jetën e tyre në një kryeqytet të Ballkanit, ose për zyra. Pjesa tjetër është për hotelet, po pak a shumë Tirana ka tashmë hotelet me 4-5 yje. Kështu që në përgjithësi produkti që zhvillohet për rezidencial nga tuajt kryesisht shkon në pjesën e Bregdetit, që ti e para mund të ofrosh klientëve tu portofoli që ti ke për të pasur shtëpinë e tyre të dytë apo shtëpinë e pushimit. E dyta është sepse ti mund ta diversifikosh si përdorim jo vetëm për klientët, po ta japësh me programe qeradhënie apo me programe akomodimi të gjithë sezonit 8 muaj apo 10 muaj që ka tashmë turizëm Shqipëria. Ka kaq shumë të huaj që po vijnë për të blerë, ju rezulton në terren? Faktikisht ka, është vërtetë që ka. Të huajt ndahen në disa kategori, një pjesë që blejnë për të jetuar vetë, dhe një pjesë e mirë prej tyre preferojnë Bregdetin. Deri tani kanë preferuar pjesën e Durrësit, sepse është dhe afër me aeroportin, po dhe Vlora dhe Saranda nuk është se mbetet pas ato që duan të jetojnë vetë. Një pjesë e mirë e tyre pasaj që e shikojnë për investim janë goxha fuqishëm në Bregdet, në themi në pjesën e Durrësit, pjesën e Vlorës, Sarandës, blejnë për t'i dhënë me qera, por kemi edhe ato që blejnë për të rishqitur, që si thamë pjesa më madhe është e Bregdetit, por edhe Tirana nuk mbetet pas. Janë të huaj që blejnë Tiranë për të jetuar vetë, blejnë për t'investuar, për t'i rishqitur, blejnë faza fillestare, blejnë fazë grope, dhe rishesin në fazat më vonshme, apo blejnë dhe për dhënë me qera. Kemi dhe nga to që investojnë, po saqërisht vetëm për dhënë me qera. Janë individ apo janë kompani të ndryshme? Gjejmë edhe individ, por dhe kompani. Gjejmë individ që me ato kursime që mund të kenë nuk investojnë dot në vendet që vinë, sepse çmimet janë goxha më të larta, dhe shikojnë si një mundësi të mirë, pse jo mos të investojnë në Shqipëri, tregu është në trend rritës, një moment të dytë mund të është drejt Bashkimit Evropian, po mund të ketë rritje. Po kompanit nga vinë kryesisht? Kompanit janë europiane kryesisht. Europiane? Janë europiane. Kur shohim grekët, për shembull, ka artikuj të ndryshëm medjave greke, britanik, gjerman apo izraelit që blejnë lagje të tëra në Bregdet apo në zona të mira në Greqi. Po ndodh diçka e ngjashme në Shqipëri? Ndodh edhe këtu, vinë kompanitë tuaja, kanë një buxhet përcaktuar sa duan të investojnë, nuk mund të them që blejnë një lagje, po blejnë aty ku shikojnë një kat të një kulle. E blejnë për shembull? Patjetër që po, potencialin e kanë. Kur vinë me potenciale 100 milion euro dhe duan të futen në treg. Dhe futen, nuk është problem. Por kur futen ato kanë bërë një analizë shumë të mirë tregut. Kanë bërë një analizë shumë mirë, i dijen se ku do shkojë dhe grafiku i çmimit dhe
si do kthehet dhe sa do kthehet, për sa kohë do kthehet dhe investimi i tyre. Unë vinë me ide të qarta, me analiza shumë thelluara të tregut. Dhe fakti që këto vinë blenë, do them, na bën besojmë që ne kemi akoma vend, kemi akoma kohë për të arritur të pikën maksimale të çmimit. Nga bisedat që ke pasur, sa është kthimi i investimit për një biznes në Tiranë apo për një apartament? Ju thoni që me të vërtetë kur vinë këto kompanitë e huaja janë me lapse me letër dhe i bëjnë të gjitha llogaritë si duhet. Si thash, vinë me lapse me letër, vinë për të investuar dhe investojnë realisht, duan të bëjnë gjëra luksoze për të kthyer akoma më shpejt atë investimin e marrë. Po, sa i përket çmimeve, çfarë po ndodh? Rritje e moderuar apo po shkojmë drejt një lloj stagnacioni, le të themi? Unë them që është një rritje e moderuar. Mund të them që rritja është edhe pak më ulët, duke pasur parasysh dhe euron. Nganjëherë ne kemi edhe debate si me ndërtuesit dhe me klientët që shesin dhe me të drejtë edhe thonë nuk kemi rritur ne, por është euro që ka rënë. Pra, thjesht kemi indeksuar euron dhe deri diku kanë drejtë. Me çmim me euron që bie çdo ditë, deri diku mund ta marrin edhe si indeksim të çmimeve dhe jo rritje. Nga të dhënat e fundit duket se është shtyrë për në 2028 taksimi i apartamentit 2 apo 3 të njësive. Pse është shtyrë sërish? Po ndoshta që të krijohet infrastruktura e nevojshme. Në radhë parë do duhet të kenë një pasqyrë të qartë kë do taksojmë pronat që kanë, se nuk është i kanë të gjitha të digitalizuara, të hedhura në ekosisteme për t'i mbledhur. Dhe mendoj që po presin, po krijojnë infrastrukturën për të mbledhur ka para, se ndryshe nuk i mbledhin dot. Të ndryshe do i kishin mbledhur siç janë tani. Zonja Mena, ju folët dhe cegët që në kryetherës faktikisht, që në qoftë se nuk ke planifikim dhe urbanizim, ky lloj ndërtimi që ne bëjmë mund të jetë gjatë gjithë kohës kaotik siç e shohim, pa rrugë, pa ujë, pa drita, pa kanalizime. Do të vijoj kështu për një kohë të gjatë, apo sheh që po merren masa për plane të mirëfillta urbanistike në Tiranë dhe në Bregdet? Aktualisht në projektet që punojmë ne, duke qenë që ne punojmë me projekte të shkëputura, nuk shohim që ka ndonjë frymë për ta parë kaq gjerë zgjidhjen e këtij problemi. Pra, duket që janë projekte të shkëputura, të bëra në mënyrë të veçuar, po themi, nga gjithë pjesa e zhvillimit tjetër. Diskutuam për parkimet, që ka të bëjë pikërisht edhe kjo pjesë mbështetëse e kësaj infrastrukture. Ne nuk shohim që të jepen leje për parkime. Se në momentin që shohim gjithë këto objekte të cilat kanë mungesë parkimesh, pra gjithë objektet e ndërtuara pas viteve 90 deri në vitet 2000 që nuk kanë pas parashikuar parkime, duke qenë se niveli i kërkesës ka qenë i tillë sepse njerëzit nuk kishin makina në atë kohë dhe shumica e objekteve që janë pa parkime. Atëherë, ka ndonjë plan, ka ndonjë strategji që të jepen leje vetëm për parkime të dedikuara? Nuk jepen leje. Edhe ato parkime që bëhen për objektet në cilat po ndërtohen, bëhen për të plotësuar nevojat e vetë objektit. Pra, nuk është se mund të strehojnë, po themi, ose mund të ndihmojnë me parkime për objektet e tjera që ka përreth, për ta shtensionuar disi situatën. Ndërkohë, e vetmja zgjidhje mbetet parkimi në obor. Mirë, po dhe parkimi në obor është një parkim kaotik, nuk është një parkim i sistemuar. Ne e shohim në përlagjet tona që lokalet më të preferuara të lagjes mbushen me njerëz që vinë për të pirë kafe te lokali. Domethënë parkojnë te lagja ime sepse shkojnë të pinë kafe te lokali. Ndërkohë që unë që vi nuk kam ku të parkoj makinën time. Pra po ta shohësh, nuk mendoj që është kjo fryma, pra për të përgjigjur pyetjes tënde, është kjo fryma për të krijuar ose për të hapur mundësinë për të zgjidhur problemet që kanë këto ndërtime që janë kaq të përqendruara. Rrugët janë vërtet po ato, po ka rrugë të tjera alternative që po mendohen si zgjidhje, apo siç po bëhen godinat me kate do bëhen dhe rrugët me kate. Se mund ndërtojmë rrugë me kate, ndoshta mund të jetë një plan, një strategji që të hyjnë drejt në parkim, parkimi me kate, rrugët me kate, edhe se një zgjidhje i duhet dhënë dhe pastaj pjesa më e vështirë për të zgjidhur dhe që unë shoh që mungon, paktën nuk është prioritet, paktën kështu unë nuhas, nuk është prioritet, është transporti publik. Transporti publik është ai që i lehtëson jetën një vendi ose i vështirëson jetën një vendi.
I qartë. Kur po e diskutoja vetëm për ta marrë si shembull qa peshët madhe dhe rëndësiet madhe ka kjo, në qoftë se ne kemi nevojë të shtuar për parkime, është për shkak të mungesës së transportit publik. Sepse të gjithë ne e zgjidhim transportin në mënyrë individuale. Në vendet europiane kjo gjë është luks që ti të ecësh makinën tënde. Nuk e ke të nevojshme të përdorësh makinën tënde, sepse ti transportin publik e ke në çdo moment të kohës kur e do ti dhe të çon në destinacionin që do ti. Dhe nuk të lind as nevoja, sepse të mbash një makinë personale është kosto, është investim i madh. Ne nuk e dim se sa lek na harxhon ajo makina që mbajmë aty dhe çfarë investimi bën ajo makina kot. Thjesht për transport. Do jemi sërish, sepse është një temë për cilën do flasim sërish edhe për përfundimin e këtyre kullave. Piperia ishte kënaqësi që ju kisha. Kënaqësi të isha mirë. Zonja Mena, ishte kënaqësi që ju kisha në këtë lidhje. Kënaqësia ime. Faleminderit që ju kisha në studio. Faleminderit juve. Zonja Zotrinju, faleminderit, bashkë mirupafshim.